Nga 61 bashkitë e vendit, vetëm 5 prej tyre kanë identifikuar dhe dorëzuar pranë qeverisë hartat me zonat prioritare, ku mund të hapet rrugë investimeve në kuadër të ligjit të paketës së maleve. Për pjesën tjetër të tyre, kryeministri Edi Rama pati kritika. Ministrit, qoftë për institucionet e pushtetit qendror, qoftë dhe për bashkitë. Kriteri i parë, sa do kontribosh në rritjen ekonomike të vendit. Nuk mund të jenë të gjithë konsumator të rritjes. Duhet të jenë dhe kontributor në rritje. Nuk mund të jetë historia mblidh të ardhura nga qytetarët përmes taksave dhe pastaj shpërndaj dhe pastaj kërko më shumë nga të ardhurat, po duhet të jetë dhe krijimi i të ardhurave të tjera. Dhe bashkitë duhet të jenë në pararojë për të krijuar të ardhura në ekonomi, të ardhura që krijojnë rritje ekonomike. Dhe ky është një nga instrumentat. Rritje ekonomike në nivel vendor dhe pastaj të gjitha së bashku kanë atë kontributin e tyre dhe në nivel kombëtar. Dhe si do ndodhi kjo në qoftë se shprehjet e interesit për të investuar në territoret tuaja përballen me indiferencë dhe përballen me burokraci dhe përballen me vonesa me muaj të tërë kur ky instrument pritej prej jush dhe pritej prej qytetarëve me vite të tëra. Si do ndodhi kjo? Kjo nuk mund ndodhi, po qëse nuk punohet në këtë drejtim. Saranda ka detin, po Saranda ka edhe territore rurale, Olti. Territore rurale me shumë potencial. Konispoli, po ashtu. Kryetari i Bashkisë Konispolit nuk duhet merret me një zjarfikës që jo hyrin punë, jo syrin punë, jo do hikësh, jo kush jam unë, jo kush je ti, po duhet merret me këtë instrument dhe me instrumentat tjerë për të rritur ekonominë atje. Dhe kjo vlen për gjithë deri ke Benet Beci që ka qenë promotori i kësaj pakete dhe unë Shkodrën nuk e shoh këtu. Ke nis, po e kemi nis këtë punë bashkë kur ti nuk kishe mjekër, unë kisha, ti s'kishe. Tani ty mjekët është bësi unë dhe nuk ka ardhur akoma harta. Nuk ka ardhur akoma harta. Po, të paktën në këtë rast, edhe me Maliaj, edhe Fusharzi që janë këtu hudrat që na mbrojnë nga syri keq me lëkurën e tyre blu, nuk na kanë sjell gjë, kështu që ju kanë shpëtuar nga vënia në pozitë shumë vështirë, se po të kishin sjell ata pastaj do ishte problemi madh, po as ata nuk kanë sjell gjë, që tregon që si majta si djathtas, kur shqiptarët flenë gjumë. Zgjohuni nga ky gjumë edhe brenda muajit tetor duhet vinë të gjitha hartat. Flas për të gjithë ju që mund t'ja jap dhe në formë urdhërore, për ata që janë këtu dhe që nuk marrin urdhra nga partia jon, dera është e hapur, sepse me kryetarin me Maliajt e kemi folur këtë punë apo jo. Ma ka shprehur potencialin e madh për këtë punë. Ke 5 muaj që ke paketën, edhe gabimin e Kuçovës. Po jo, lehesh ke për gabimin e Kuçovës. Po ty të paktën të falet se keni qenë të zënë me demaskimin e farcës zgjedhore. Tani fokusohet e puna. Ne jemi gati të mbështesim fuqimisht për këtë, sepse ky është interes kombëtar, është interes i të gjithë qytetarëve, këtu s'ka majt djath, se kjo është ndarje që nuk ka pikë rëndësie kur vjen puna tek puna. Kështu që ju lutem shumë, fokusohuni shumë fort në këtë pikë. Hartat. Thjesht fare, pa asnjë komplikim. Territore që nuk janë ligjërisht të pandërtueshme dhe që janë teritoret malore, teritoret rurale. Durrësi ka teritoret tëra që janë kodrinore,
ku ka agroturizëm, e njëjta gjë vlen pa diskutim mbas edhe më shumë për Lezhën, se Lezhë nuk është Pirini këtu, po Lezhë ka edhe Alpe, i thon ata, megjithëse Alpet i ka Beneti, po ata i konsiderojnë të tyret, edhe det e kështu me radhë. Pra, në të gjithë Shqipërinë është kjo mundësi për t'i dhënë një shtys më shumë turizmin malor. Këtu në këtë lokal që jemi sot, deri tani, nga 1 janari kanë hyrë 28.000 turistë të huaj. Këtu ishte një grop, ishe partë ushtarak, pas një loj këmbe njeriu, po vetëm me rënoja, këtu është një zonë, një pik që prodhon ekonomi. Dhe pikat të tilla mund ndërtohen në çdo cep të Shqipërisë, në çdo majmali. Se tani e kemi parë, nuk është diçka që thjesht e imagjinojmë, cili do që ka ndërtuar agroturizëm, cili do që ka hap derën e një shtëpie të vjetër në fshat, edhe në zona ku është shumë vështirë të shkosh, ja ka parë hajrin familjarisht edhe bashkë me të tjerë aty. Në pika ku përndryshe nuk bën sens të mendosh që mund të bësh sukses me bujqësie, sepse je shumë larg nga tregu dhe je shumë larg mundësisë për të krijuar masë kritike. Por ama të vjen tregu ty te dera atje të troket.